shkak të mbonë çdo herë. Po, se është arma jeme e syrit. Për shkak se ke lëtu shumë herë në këtë jetë. Çfarë po ndodh me ne shqiptarëve? Jemi në gjumë. Ku marrë me një kravat, nuk ku marrë me i kofer, si gërbeqar. Kam jamajt. Gjumë kjo. Profesionist shqiptar sa të dush. Kanë me gjetë këtu në teatrën. Jeta mu më ka mësu edhe më ka zgju nga gjumi për me i thonë vetës ndoshta pak bravo. 1500 vetë në salë u eran. Po interpretojë në gjermanisht ma zonë ma ketë që ke varën për luj. U që Fidel Castro që shkenë mes, për para me 20 ushtarë erë në skenë nënë. Edhe po më puth mu në balë. Mu më ka një mu, mës t'i shkon një motër sa di, nga zemra du me të falenderu. Që kjo motër e ka ditë krejt ku jam. Apo na shpjegon pak pjesën e unozës. Po, ke prek në tel. Këtë unozë e mojë gjithmonë në gjithë gisht, qëra. Unë ku mujtë me qitë në gjithë gisht, edhe në këtë gisht e zemë. Qa kom bëne me u prish filmin, qysh me u prish, kom hinë skenë, me qëtë flakë që përja u tham juve, e kom kry rolin, kom dalë për rolit, ja kom nisë masanej me qanë. Pse gjykohemi, prof? O të luna, ti... Pse e kem këtë pjesë, e gjykojmë diko cili po e ndjek ëndrrën e vetë realisht. Dëgjo, a di pse gjykohemi, se a din çka është palca. Kum hi me dur djeg në gjithka për me bon që të punë të sinqert, edhe non është fjalë shumë e madhe, që s'mundet me u pëshu as me u pagu me asgjë. Kjo artiste gjermane me respekt shqiptar e ka prun Alessandro, qëre që shkruam këtu? Alessandro, në jo Aleksandro. Italisht, gjuhën italiane për shkruam.